Drejtoria për të ardhurat publike është e kënaqur se si mblidhen taksat. Megjithatë, për taksën mbi të ardhurat personale ka devijim të dukshëm nga të planifikuarat për periudhën janar-tetor 2025. Kjo vjen nga fakti që janë mbledhur më shumë para krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Por, nëse shihen shifrat për vitin 2025, tek taksa mbi të ardhurat personale ka një mungesë për rreth 8% nga ajo që do të përfaqësonte mbledhje ideale për 10 muajt e fundit. Me fjalë të tëra, nëse do të kishte një shpërndarje ideale, mbledhja e kësaj takse do duhej të ishte pak mbi 83%. Është mbledhur vetëm 75.37%. Nga DAP thonë se mbledhja më e ulët ndodh për shkak se një pjesë e taksave ka luhatje sezonale dhe zakonisht mblidhen më shumë drejt fundit të vitit. Megjithatë, rreth mbledhjes së kësaj takse ka edhe probleme reale. To se pretse priredovačите na igri na sreća i приливите од странство, од даночевите приходи што граѓани на Република Македонија ги остваруваат од странство. Значи, од тие области каде што сме фокусирани, направивме доста анализи и проверки, со вкрстување на податоци, каде што ги забележавме нели тие трендови кои што ги посочив, и сега имаме активности пак од со постепено засилувачки карактер. Kjo do të thotë se përveç se kontrollohen bastoret dhe kazinot, kontaktohen edhe qytetarë që punojnë përkohësisht jashtë vendit dhe nëse janë tatim pagues në Maqedoni, do të duhet paguajnë 10% e ardhurave të tyre, ndërta janë edhe persona që punojnë, për shembull, në anije jashtë vendit. Nga DAP thonë se vazhdimisht po kryhet kthimi i tatimit mbi vlerën e shtuar dhe deri më dje janë kthyer në ekonomi 497 milion euro nga buxheti. Megjithatë, Petrova thotë se disa nga kompani që kërkojnë kthim të TVSH-s kontrollohen shtesë dhe për këtë arsye disa prej tyre presin më gjatë. И дека тоа е издржано и основано, исто така говорат фактите и податоците, бидејќи ние имаме големи износи утврдени неправилности и од даночните контроли за ДДВ. Значи, околу половина од дополнително утврдените даноци што не биле правилно пресметани и правилно пријавени од страна на даночните обврзници се однесуваат за ДДВ. Në para nga 60 milion euro, 30 milion ishin kërkuar në mënyrë të paligjshme për kthim. Ndryshe, nga DAP thonë se deri tani për TVSH-ja ime janë paguar rreth 9 milion euro dhe sipas urdhrave do duhet paguhen edhe 6 milion euro të tjera.